ka nevoj për bashkërëndim dhe ditët si kjo sot na peshojnë edhe më rënd bisupe, do të duaj së paku të na peshonte edhe më rënd bisupe ndjenjë e përgjegjësisë. Ky parlament dhe Kosova nuk është lodër fëmijësh, është ndërtuar me gjak, me mund, me sakrificë. Dhe ne si Parti Demokratike e Kosovës kemi bërë pjesën tonë të punës, jemi përgjigjur pozitivisht kërkesave për takim. Jemi munduar që të ofrojmë zgjidhje. Mirëpo, çfarë është kërkuar nga ne është në nështrim ndaj vullnetit politik të Zotit Kurti. Zoti Kurti ka fituar 50% të votave dhe për atë arsye qeverisi vetëm e udhëheq kuvendin. Mirëpo, presidenti i Republikës duhet të jetë një grua apo burr që përfaqëson unitetin qytetar dhe mbi të gjitha i cili apo e cila do të ishte gardiane e kushtetutës së Republikës së Kosovës. Pas kësaj situate, a do të delni me ndonjë emër apo të marrni pjesë Po, seancën? ne nuk mund të propozojmë një emër vetëm sa për të marrë pjesë dhe sa për t'i ofruar dhe siguruar quorumin Zotit Albin Kurti. Ne kemi qenë të qartë. Ne kërkojmë që presidenti i ardhshëm të jetë produkt i një procesi politik, i dialogut dhe marrëveshjeve. Do shndrojnë në salë në momentin e votimit të presidentit? Jo imponimit, e kemi bërë të qartë, po besoj tash e shumë kohë. Kosova ka nevojë për institucione, Kosova ka nevojë për stabilitet dhe është në dorën e Zotit Kurti që të reflektoj. Imagjinojeni tash e sa muaj ne vim këtu, flasim për poste, për emrat përveçëm, kush do t'jetë kryetar, kush do t'jetë president. E në fakt, ne do duhet të ishim këtu për të shkarkuar bordin e zërës, do duhet të ishim këtu për të folur për brengat dhe hallet e qytetarëve të Kosovës, e jo për egot e pushtetarëve.